Jemi Fushë Kosovë, e thot me plot bindje e me plot krenari, Fushë Kosova ka qenë, Fushë Kosova është, Fushë Kosova do të mbetet bastion i lidhjes demokratike të Kosovës. Jemi krenar për atë çfarë përfaqësoni, ne jemi krenar për punën e madhe që kemi bërë në qerek shekullin Fushë Kosovë. Është punë e madhe e ndryshimit të kësaj komune që ishte diku një paralagje e kryeqytetit, e sot është një qytet më i zhvilluar në Republikën e Kosovës me potencial të jashtëzakonshëm. Me familje të ndershme e plotore, me një strukturë të re demografike, po që përfaqëson më së miri jetesën e popullit të Kosovës. Të dashur qytetarë të Fushë Kosovës, dje kemi nisur fushatën Gjellandej Kosovës, sot po e vazhdojmë për fushatë, ishim në Kashanik, vazhduam në shtime po vinë në Fushë Kosovë, e do të vazhdojmë dhe në Ajvali, e kemi të qartë frymën e madhe që po ndrizet rreth lidhjes demokratike të Kosovës, dhe në këtë frymë duhet jemi krenar, LDK po vjen 7 qershori, do t'jetë festë e madhe për ne. Dhe në këtë 7 qershor, LDK vjen me një ekip shkëlqyshëm, me 110 kandidatët më të mirë të lidhjes sonë, lidhjes demokratike, ftoj për një dorëtërgjitje të madhe për gjithë kandidatët tanë. Dhe për kandidatën e mirë t'juaj Fushë Kosovës, Vesa Piskajen. Qu, Vesa, qu. Dhe natyrisht, bashku me këtë ekip, vim me një program ambicios, një program që edhe ndihmon familjen, por edhe ndihmon Republikën e Kosovës, me investime ekonomike të papara tash e 26 vite, ashtu si që ka i e këti popullit mirë, ashtu si që ka i e Kosovës, ashtu si që do të ketë bije edhe Fushë Kosovës. Dhe në këtë drejtim, llogaritni në investimet madhore në infrastrukturë, në energjetik, sidomos në energjetik aty ku Fushë Kosova merr e duhet marrë përfitim bazik së pari para çdo komune tjetër, dhe merr mbështetje në mësim tërditor, në spital të ri, në central të ri me gaz, gjithandej Kosovës, LDK vjen me investime dhe investime për Republikën e Kosovës.